Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Dhe prit, kur organet gjyqësore kanë patur e kanë konsideruar të domosdoshme, i kanë dërguar me motociklet, me punojës të policë, gjykata apo etj, dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Ata janë, dhe u thuj që jo, mbyllja u atë bëni blok ati numrit tyre, sepse e kanë një agjensi mashtrimi. Janë agjensi e turpsh mashtrimi, pra ju lutem shumë. I pari i sa bëj një blok edhe report ati numri, po, edhe thuju dhe kolegëve tjerë të bëjnë të njëjtën gjë sepse dezinformojnë. Edhe i pyetjet fundit, emailin e keni hapur gjatë këtyre ditëve? Po, çdo ditë. Ta kanë shkuar email? Asnjë. Urdhë? Email, jo, s'kam email në parlament. Unë kam emailin tim. Mirë, pra ky është deklarimi dhe pretendimet e zotit Berisha për sa i përket fletëthirrjes së tij në SPAK për të folur për 21 janarin, ndërkohë që një ditë më parë SPAK-u deklaroi publikisht duke thënë: në përgjigje të kërkesës suaj, ju informojnë si vijojnë deri tani janë dërguar 2 urdhër thirrje përmes shërbimit të postës shqiptare më datë 3 nëntor 2025 në adresën e Banesës për të paraqitur në SPAK në datën 7 nëntor 2025 dhe në datën 7 nëntor 2025 në adresën e Banesës Partisë Demokratike dhe Kuvendit për të paraqitur në datën 14 nëntor 2025. Urdhër thirrje e parë dërguar në Banesë në datën 3 nëntor është kthyer mbrapsht në prokurorinë e posaçme me shënim rojet janë autorizuar të mos marrin asnjë zarf. Pas këtij konstatimi, prokuroria e posaçme ka vijuar me dërgimin e urdhër thirrjes në 3 destinacionet, Banesë, Partia Demokratike dhe Kuvend, në datën 7. Në datën 9 është refuzuar marrja e zarfit të dërguar në Banesë, në datën 12 shërbimi i burimeve njerëzore dhe trajtimit të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë ka njoftuar se marrja në dorëzim e njoftimit është refuzuar nga stafi politik i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përmes shkresës është sqaruar gjithashtu se njoftimi për urdhër thirrjen është dërguar dhe në adresën zyrtare të emailit saliberisha@parlament.al, për cilën Berisha pretendon që nuk ka akses. Prokuroria e posaçme do vijojë zbatimin e parashikimeve ligjore për njoftimin dhe paraqitjen e personit të thirrur sipas afateve dhe detyrimeve të parashikuara në legjislacionin fuqi. Çfarë do thotë me forcë? Prokuroria e posaçme është ndëruar si prokurori e cila përbën politik për interes të Partisë Socialiste për ngjarjen e 2011 të 21 janarit. 21 janari është një ngjarje kriminale, sepse kemi të bëjmë me vrasjen e 4 personave të pafajshëm, por nga ana tjetër është edhe një ngjarje që trondet themelet e demokracisë dhe shtetit ligjor për dhe institucioneve kushtetuese, kryeministria e meradh, sepse atëherë kishim të bënim me një kryengritje. Në rast se ti je i saktë në hetim, duhet shkosh në të njëjtën kohë të hetosh edhe për ngjarjen e 21 janarit, por edhe kush çoi personat tek 21 janari dhe kush dhunoi. Është thirrur Berisha për të dëshmuar dhe nuk shkon. Ta mbaroj tani, ta mbaroj këtë, po ta mbaroj sepse po nuk e thash këtë, pastaj do dalin ata të cilët të komentove që të na komentojnë ne. Pra që mos na komentojnë ne do t'i themi të vërtetën. Pra logjikano. Jo, jam shumë dakord. Do të shkosh të hetosh, zoti prokurori i Partisë Socialiste, do shkosh të hetosh edhe kryengritjen edhe vrasjen e 21 janarit. Të dyja bashkë. Sepse e vetë një ngjarje që është, po nuk e bëjnë ata, se s'janë banë atyre, se sa po i del me goni gal aty, hop frenohen, e kupton? Sa po i del me i bandit aty, hop frenohen, se ato njerëz janë shqiptarë, nuk edhe ju njerëz jeni keni frikë. U thirr Basha shkoi. Basha shkoi sepse Basha i bënte lavaz SPAK-ut dhe tani SPAK-u po e mori të panderë, pastaj do dalin njerëzit e SPAK-ut, njerëzit e Bashës që i bënin lavaz SPAK-ut, do thonë si merret një ministër në krye të detyrës, pa, por ndërkohë duhet
herët të ish kryeministri i pandehur. E kupton tani se do shikosh ti, njerëzit e bashkët do shikosh ti që do ndryshojnë qasje. Aty kur Spaku ishte amerikanëve europianëve do shikosh ti që do ta sulmojnë Spakun. Pritet këtë ngjarje. Tani nga pikpama ligjore, pse nuk shkon? Atëre, është dërguar kërkesa ftuesi i prokurorisë ose ftuesi nga posta e çon zarfin, fletthirrjen tek personi. Sipas ligjit, organi që procedon duhet jetë në përputhje me kodin e procedurës penale, duhet ta marrë vetë personi, as komshiu, as babai, as dikush tjetër, as roja. Duhet ta marrë vetë personi. Pra, postieri, kur merr një post të tillë, kur merr një zarf të tillë, duhet të identifikojë personin duke i marrë kartën e identitetit, duke e lexuar është ai. Në rast se nuk është ai, ja jep kartën edhe vazhdon të thotë refuzohet ose shënon mban një shënim tjetër aty dhe ja çon prokurorit. Deri këtu jemi në rregull në aspektin procedurial. Pastaj, në rast se zoti Berisha nuk do ta marrë dhe nuk do të paraqitet, është përgjegjësia e tij që do të ketë pasoja. Tani, për mendimin tim, pse mos ta bëj këtë gjë kur zoti Rama nuk shkon atje të japë edhe ai dëshminë vet? Sepse ngjarja 21 janarit të nderuar u bë për shkak të një video korrupsioni. Dhe si pasojë të një video korrupsioni, një sekond, si pasojë një video korrupsioni, kemi dy ngjarje. Ngjarjen e kryengritjes që ndodhen ato, po ta shikosh edhe një herë, shko ti goditi sot bashkë me mua, një vend në kryeministri, kështu, si këta këtu, e di çfarë do na bën, model do na bën. Model. E do në degenerojnë mos teme epitetit. E Trumpit ke të vrarë. Ke të vrarë. Tani, të them një rast tani. Por e ke brenda, a? Po e ke brenda. E ke brenda, po puna është këtu ç'a ndolli. Këtu ndolli që prokuroria nuk them bravo për vrasit, a? Ti me qartë. Jo, ju them. Zonja Ina Rama sot është anëtare e komisionit të pavarur të apelimit. Mirë. Po, është aty. Ajo ishte përgjegjëse të hetonte atë ngjarje dhe të kishte edhe presion politik. Kush e pengoi? Ishte kryeministri, një sekond. Asnjëherë se ka penguar. Asnjëherë nuk e ka penguar, sepse edhe vetë amerikanët thanë të zbardhet e vërteta. Edhe thanë për Sali Berisha burr shteti. A e thanë apo jo? Mos ka bërë. E tha Arvizua. Po, ai ishte amerikan ai apo jo? Po, e tha. Tani, zoti Basha ishte ministri i brendshëm, po. Ai në rast se thotë që fajin e paska Saliu, do thotë që kur ka qenë kryetar partie, e kishte mbyll gojën, se kishte një interes, dhe tani që është askushi, se është askushi, do flasë dhe çfarë do thotë ai? A do thotë që pas ka mbuluar një krim të rënd? Pra nuk mund ta bëj këtë gjë. Dhe zoti Berisha nuk ka faj, nuk ka flik fat bën mirë që shkon për sa kohë nuk është. Po di me që mbas Berishës nuk është Rama. Zoti Rama duhet të merret në pyetje pse opozita e asaj koha bëri një ngjarje të tillë kriminale. Se quhet kriminale, ti mund ta kesh ndryshe. Po ku e diti që Rama nuk është mbas Berishës? Edhe un po të them ty që Spaku përdoret politikisht nga Asambleja Partisë Socialiste dhe merr zotin Berisha merr sepse don ta bëj qëllimisht dhe nuk shkon tek zoti Rama. Keni parë një herë zotin Rama të merret në pyetje i nderuar? Jo, vetëm një herë kam parë të shkojnë në hajdu të qeka Veliaj, ty hajdu të qeka Hametaj, ty hajdu të qeka Blako, ty hajdu të qeka Koka, ty hajdu të qeka Meta, ty hajdu të qeka Berisha, ty hajdu të qeka në të gjithë të tjerët përveç ai që është qeverisë sot në vlla. Si s'ka mundësi më të jemi të gjithë hajdut më. O zotriu, zoti Rexheti, zoti Zhlima, zoti Bora, jemi hajdut, po nuk e pranoj dot këtë faktin më zotri. Nuk mund të gjithë njerëzit të jemi hajdut o zotri. Nuk mund të ngjollet të bëhet ky, nuk mund të kriminalizojmë çdo individ në këtë botë zotri. Nuk mund gjithë gjyqtarët të jenë të njëjtë, nuk mund të gjithë prokurorët të jenë njëjtë, nuk mund të gjithë avokatët të jenë njëjtë, nuk mund të gjithë doktorët të jenë njëjtë zotri. Shtypi pak frena, nuk ka mundësi zoti Berisha mos të paraqitet dhe unë do doja shumë që të shkoni ta merrin me forcë, që të shikojmë rastin tjetër se si gjykata europiane të drejtësisë do t'i marrë zvarr ashtu siç i mori në masën fillestare Spakun që bën veprime të tilla, si i mori për masën e sigurisë që bëri gjykata europiane nxori zotin Berisha nga burgu dhe asnjëherë nuk e ka nxjerr kjo gjykatë e cila është në varësi të Partisë Socialiste. Rikthem sërish sa ti marr mendimin dhe Rexhepit. Ka ndonjë frikë Berisha që nuk shkon? Në Spak e ka më tepër çështje personale apo ka ndonjë deklarim aty ndoshta më herët që siç mund të jetë Basha që mund të shkaktojë shqetësim? Kjo është një pyetje, krejt normale, kështu që ju keni ndor përgjigje. Unë se them dot për frikën, po e para një herë nuk e dim formalisht ai ka mbritur në dorë. Që është shumë, sepse tek ajo deklarata që lexuat ju e Spakut
Grupi parlamentari PD-s nuk e merr dorëzim tot. Është së shvajtje në dorë e fletës tu, qofse e mbani mend një fragment. Po. Pra ne e nisim e të gjitha. Rojet se kanë marrë, as grupi se ka marrë. E para njerë shërbimi sekretarisë Berisës, për natyrën që ka Berisha, as do guxonte, as do ta merrte me mend që ta pranonte një fletëthirje. Ata kanë detyrë sigurimin e jetës, marrin në tarifën e shërbimit që kryen, dhe që u bëj mirë kur i thonë, dhe nuk mund të thuash ti tani që vajta unë tek rojet. Mund të jetë një taktikë elektorale, një taktikë ligjore, me këshilluar ndoshta nga avokatët. Mund të dojë të bëjë në një test dërku arrin lëvizjet. Unë në fakt jam për shtet ligjor që themi, domethënë dhe siç e deklaroi edhe zoti Berisha që unë e respektoj ligjin. Por i të vërtetës do presim dhe do shohim ose teston forcën e SPAK-ut. Por problemi 21 janarit për mua ka jashtëzakonisht pikpyetje nëse më lejoni domethënë. Patjetër. E para, ngushëllime familjare dhe le të kenë një pension të përhershëm. Pavarësisht se nuk kam bërë në një akt heroik. E kupton? Është një video që filloi për 700.000 euro, sot 700.000 euro nuk hyjnë në bisedime. Fillojnë 50 milionë euro e sipër. Po thjesht vetëm më bëj saktësim te kjo. I vetmi që është hetuar në atë drejtësi e duam apo nuk e duam, po ishte drejtësi, ishte zoti Meta dhe ngjarja 21 janar edhe kryengritja nuk është hetuar, po më fal. Edhe pra ky popull, pra nëse flasim për një kryengritje popullore të mirëfillt, të revolt ndaj korrupsionit, që së revoltohet për 50 milionë euro. Do të bëj një rimin e shenjës kaluar më leon. Piramidët, u pën për arsye ekonomike, u vodh pasuria e popullit. Po kur falimentoi Veva, nuk u vodh pasuria e popullit, që ishte nga investitorët më kryesorë. Pse nuk e dogjën vendin? Pra nuk ndodhin gjërat rastësisht, ka fitil ndezës, ka organizator në kuptimin figurativ të fjalës, ka klane ndërkombëtare që lëvizin, interesa ndërkombëtare, flukse ndërkombëtare, kështu që tash në lidhje me Berishën. Ka dy alternativë. E para njëherë i qëndroi pjesës që duhen hetuar dhe edhe shkaktarët e kryengritjes. Nëse u kapën ose s'u kapën njerëz tram, unë për shembull, mos më kërkoni emra, një person aty në vit parë u kthye shef. Kishte ikur nga puna dhe ishte në krye të protestuesve dhe ai ishte më shumë se sa një protestë e dhunshme. Problemi qëndron që vrasjet janë kryer jashtë murit. Dhe kjo është pjesa që e penalizon situatën. Dhe për këtë pjesë, domethënë, nëse do kishin ndodhur brenda, për mua situata do ishte shumë e lehtë sepse pse Gardi Metalik nuk e kanë futur për ta kqyrë, ta futur si provë. Për shembull, Gardi Metalik nuk është marrë. Gardi Metalik aty përcakton drejtimin e skena, jam dakord, po le të na jepni videot mos e bënim, nuk ka rëndësi kjo pjesë. Dim ti bëjmë. Po uria Berishës ishte në atë kohë. E kisha fjalën këtu. Uria shtetit ishte. Keni parasysh atë sot zonja Ina Rama është emëruar nga zoti. Ai sulmi me Benz ishte i frikshëm. Ta themi kështu të ndershëm. Pjesa tjetër është që kemi një nga grupi zjarrit që është kryetar bashkie. Deputet. Po është kryetar bashkie ose deputet? Tani këto lotët kështu, qofse je me ata viktimat, si pjesë pas të erdhe nga Greqia ti për korrupsionin 700.000 euro tani se na kërcasin ca gjëra kështu. Më dëgjon. Kërcasin ca gjëra. Protestus më Rexhepi. Protestus që ka një ndjesi qytetare, që siç vjen për të votuar. Dakor, nëse e pranojmë kështu, unë them, nuk pranojmë për tunelin e Llogaras nuk ka erdhë protestë. Diçka unë po përpiqem ti provokoj Rexhepit në këtë që thotë. Po thash me ngrenë për 50 milionë euro kaq. Nuk kanë prekur xhepat e të majtëve kjo. Mos ka ndryshuar kora. Edhe një herë. Nuk kanë prekur xhepat e të majtëve kjo. Jo, të majtët janë të pasur. Kanë drita, kanë ujë. 50 milionë euro. Tani, ju lutem. Ju thash, vrasjet janë bazgarit, unë nuk marr përsipër të bëj gjyqësorin, unë gjykoj. Që prokuroria ose bën show që nuk dua ta besoj, unë ju a them bën ose nuk janë mirë me akuzën e parë Berishës dhe kanë ndërmend ta bajnë zvarr këtë situatë. Akuzë mas akuzë? Përmend 3 akuza të kësaj çështje? Jo, akuzën parase. Po. Nuk janë mirë këto akuza parase. Okay. Sepse në akuzë parase unë po them vetëm 2 fjali.
Të tërë procedura bëhet në bashki, nuk dua ta, se dalë sikur jam avukati Berisha, fare, nuk dua. Jo, kim të drejtë, jo në të gjitha kim të drejtë. Në akuzën para se tërë procedura bëhet në bashki Tiranës. Pra Berisha nuk mund të shkojë Pandero pa marrë bashkinë e Tiranës. Ka punën skandalace, ka jurist, ka të gjitha bashkia e Tiranës, shkon vetëm për ndrim destinacionin në Këshillin e Rregullimit të Territorit të Shqipërisë. Bravo. Shkon vetëm në KTSH, shkon vetëm për ndim. Zonë sportive ose po mirë do ta bënte SPAK të gabime me kaq qytetar ligjore me SPAK ka bërë gjithë ato gabime. Po gëzshin që ka fut në burg edhe pastaj gjykata europiane i tha. Gjykata europiane e ka dhënë një vendim. Po them si strategji. Ka lidhje me pafajësi. Po jo, nuk ka lidhje me masë sigurie. Zotri ai të djeg ty sapo të fut në burg. Një sekond. Ai të djeg dy sapo të futesh në burg më i nderuar. Çfarë thot tani ti? Po më tani se ani. Duhet kesh gjë parasysh. E para njerë nuk e di për SPAK-u na funksionon. Ka një rregullore, nuk e di çfarë është mini vendim që për mua është skandal, ja do ta them. Që për çështjet të dështuara u penalizohet nga prokurorët. Çfarë është kjo më? Nuk e di. Kam përshtypjen se është marrin rrethje për çështje që u rrëzohen. Varet nga veprimtarin tënd si prokuror, po ke bërë gabime, ka masë disiplinare. Kjo është nuk e di sa është e vërtet, kjo nëse është kjo është skandal pastaj se i bie rendiment kuintal për hektar të fusim njerëz në burg. Pse të duket çuditje mbas gjithë investimi që ka bërë SPAK-u dhe situata s'po e ecën të ngrejë një akuzë 2? Pse shif kësi? Për Berishën. Po për Berishën patjetër. Po, se nuk e ka ecur Partizani dhe do fusin tani këtë rastin tjetër. E kuptove tani? Ja bën veliet, po të lutem. Ja bën veliet, po i shkon nga madhe pa ku shkon me veliet. Po. I çun telefonin e provokon e bën gjitha. Ja bravo. A ja bërën. Pra, që ta kalbin avokat në veliet se ti e di mendimin. Një sekond, që ta kalbin veliet. Është rasti Veliaj, është era pa që akuza vetëm që është shtuar në përgjigjemin e të futja se në palish në burg. Jo, është mashtrim. Njëso. Kur nuk mashtroj. Jo ti, më nuk them për ty më ti. Kshu i bie. Po le më çfarë thënë. E vetja që mashtrojnë ata. Po s'është pa kombinacionesh. Një sekond. Ka ndodhur në historinë e Shqipërisë që të fut prokurori në burg afërmendësh edhe të përndjek prokurori edhe brenda burgut. Po andi mund të Terion Velia ka ndodhur kjo gjë. Le të themi gjë. Të lutem. Po Terion Velia ka ndodhur. Ma përmbyllur. Të taktik ligjore domos. Që më gjë nuk i qëndroi fort akuzë e parë, ti ngrem dy akuzë. Jo, e lan të pjesë. Tjetër taktika është? Taktika është mund të kërkoj heqje imunitetit parlamentar për shoqërinë. E çon ke shoqërimi dhe kërkon heqje imunitetit parlamentar. Po, edhe mbaron situata. Ja heqin as heqin. A mund të heqet imuniteti zotit Berisha në rast se prit. Mund të ketë garanci gjithsej. Ja, vetëm rrezikoj diçka. Tre janë akuzat që janë ngritur në fletëthirrje, që po hetohet çështja. Vrasjen e rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave dhe që rrezikon jetën e shumë personave të tjerë, sipas 79 gërma. S'ka gjë rrethana të tjera cilësuese, po? Është shpërdorim detyre, po, 2 dhe pengim i zbardhjes së të vërtetës. Tani, janë parashkruar këto të fundit. Këto të dy janë parashkruar. Po do të ngrihet Berishës vrasjen rrethana cilësuese dhe Bashës? Jo, m'fal. Po, ajo është politike. Nuk e mund të ngrihet e garda, po, jo këtu. Vjet edhe mua domethënë. Pra kush shkon edhe jep tani këto ato sqaruar. Atëherë bëjmë show. Prandaj Rexhepi që nuk a mund të kërkoj heqje imuniteti për dy vepra të parashkruara. Atëherë Pandero Belindën do bëjmë gjë tjetër për më veprat e parashkruara. Të rregullojmë kandarin. Po pyetje ligjore. Nuk zotëri se u bë do të atëherë mohon Pandero Belindën do rregullojmë kandarin këtë temën tanë. E kuptove tani? Se u rëndua gul. Pra, do të them edhe një sekond Belindën me Velia. Këtë do bravo. Do të them edhe një rast tjetër të bukur. Pse doli barazia gjinore tani në këtë situatë dhe u votua? Për të sfastuar vëmendjen. Që tiki Belinda situata e saj nga qarkullim mediatik, dhe u tulet në tokë të gjunizohet dhe fillon në rastin e mos them tani këtë ngjarje the larg shoh. Më ngeli diçka. Berisha të hënën e datës 3 nëntor u paraqit në SPAK sepse ka të hënën e parë të muajit. Bravo, do të them unë si prokuror. Atë ditë SPAK prokurori aty thoshte filmon se nuk vajti. Pse nuk e bëri? Po se nuk e di. Zoti Rexhepi thot show, kështu ai thot nuk është show, po ai thot s'është ai që kollazh më, se tani kështu Berishën tani sigurisht. Jo me kollazh. I ka rënë pesha shumë, po jo. Jo tash në situatën nuk është prokuroria Berisha. Zoti prokurori SPAK-ut nuk e dinte që zoti Berisha jep çdo muaj detyrim paraqitje 2 herë në muaj.
Ore, kur ti që është një mas prapa ndiligjore, po përsëri e bëjnë ata. Kur ti e do drejtësinë, kur ti e do drejtësia është. Unë dua drejtësinë, unë vetë vullnetarisht. Figurative. Unë do vi të dëshmoj vullnetarisht. Jo, as dëshmitar nuk do spak. As dëshmitar nuk shkoje. As dëshmitar nuk. As dëshmitar nuk shkoje. Ta garantoj unë për veten time. As dëshmitar nuk shkoje, po nuk më thritë tjetër. Po prit një sekond. Ka jetë në konstitucion. Po po flas për rastin e kryeministrit. Okej, jam dakord me ty. Përpara drejtësisë do të shkonte zoti Edi Rama dhe thoshte po unë do vi te kjo drejtësi reformuar që ka bërë unë, edhe do dëshmoj çfarë ka ndodhur në 20 janar. Po flet për idealizmat i tani. Zonja Ina Rama e para të shkonte, dhe thoshte më janë penguar nga Sali Berishka, nga Lulzim Basha. Ka fol zonja Ina Rama me Lulzim Bashën kur ka ndodhur 20 janari. Ta zbardhi spaku. Do ta zbardhë, sa atëherë asnjëri nga këta nuk e ditë që kjo drejtësi do jetë shumë e mirë. Pyetje e fundit për të dy shkurtimisht, 20 janari, show politik apo zbardh diçka deri në fund? Show politik dhe nuk do të zbardhet kur 20 janari dhe në 20 janar është zbardhur vetëm një ngjarje video korruptive që ishte për Metën, që mori pafajësi dhe te kjo ngjarje të 20 janari nuk do zbardhet kur as kryengritja, as vrasja 4 personave. Rexhepi? Po se to organizatorët e timi njansh.